Zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Në kanalin Historiete na mbriti një letër, një rrëfim që më besoni është shumë i dhimbshëm edhe shumë i ndjerë. Rrëfimi i Eltonës, një vajzë e cila është falendëruese ndaj krijuesit për fatin që i dha, por në rritje, konkretisht në ditën e saj të fejesës, ka kuptuar një sekret që prindërit e saj e kanë mbajtur gjithmonë në shpirt. Përshëndetje të dashur miq të Historiete. Jam Eltona dhe sot kam nderin dhe emocionin e madh të ndaj me ju një histori që do t'ju prek zemrën thellë. Një histori që nuk është thjesht një rrëfim, por një përjetim i thellë dashurie, dhimbje dhe të vërtet që nuk ndryshon jo asgjë, por ndryshon gjithçka. Është historia ime